10 minuta të stuhisë 20 korrikut ja qua ndëm Gëzim Baftiut dhe familjes së tij një vit pune në buqësi. Fermeri nga Talinoci muhaxherëve të Ferizajt po përgatitej që ta mblidhte dorën e parë të specave për t'u dërguar kontraktorëve kur breshri ja dëmtoi 1 hektar toke me perime. Për momentin nuk muj me ditë, diçka mund me shpëtu, po për momentin domet janë me vlerë prafarsisht ofër 20.000 euro dam. Për momentin. Dhe nuk muj me ditë tani s'është kam vlera mas andej. Po për momentin është kanë qenë kënd prak të vjeljes, rendimenti ka qenë ekstra i lartë, e për momentin vlera e domit është vlerë që të rreth 20.000 euro. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Buqësisë, Burim Bajrami, thotë se stuhia e fillimit të javës ka dëmtuar shumicën e fermerëve të fshatrave fushore të Ferizajt. Sipas vlerësimeve fillestare, dëmi llogaritet rreth 500.000 euro. Pritet që ta kalon gjysmë milioni euro deri tani domi i parashikuar i fatkeqësisë natyrore që ka ndodhur kohët e fundit. Vetëm të njëri prej fermerëve që ka pas hektar të tëra të mbjellra me kulturën e specit, domi e kalon shifrën e 250.000 jashtë. Inspektorët kanë nisur të dalin në terren dhe të njëjtën kanë verifikuar edhe gjendjen në arën e Gëzim Baftiut në Talinoc të muhaxherëve. Baftiu shpreson se prej hisës së shpëtuar të perimeve do të nxjerrë së paku një pjesë të investimeve të biznesit familjar. Do të kem probleme, ballafaqimet rona, po jeta vazhdon. Do të mundohemi me të kaluar. Drejtori Bajrami thotë se komuna e Ferizajt është e vetmja në Kosovë që ka ndarë një buxhet vjetor prej 100.000 eurosh për mbështetje në raste të fatkeqësive natyrore në buqësi. Megjithatë, e pranon se kjo shumë është e pamjaftueshme dhe shpreson se fermerët ferizajas do të subvencionohen nga Ministria e Buqësisë. Siç janë dëmtimet e ndryshme të folive, të serrave, pastaj ngordhet e ndryshme të baktive, timta dhe trosha dhe domët e ndryshme që ndodhin nga zjarri dhe fatkeqësi tjera natyrore brenda komunës së Ferizajt. Baftiu shpreson se Ministria e Buqësisë nuk do të vonohet me vlerësimin dhe ndarjen e fondeve për fermerët e subvencionuar, që të mund t'i realizojnë investimet për vitin e ardhshëm.